Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj ka reaguar publikisht ndaj akuzave të ngritura nga prokuroria e posaçme në lidhje me dosjen e sterilizimit, duke mohuar çdo përfshirje në veprimtari të palishme. Përmes një deklarate të shpërndarë në rrjetet sociale nga avokati i mbrojtës, Beqaj thekson se pas 6 vitesh hetime, organi i akuzës nuk ka ngritur ndaj tij asnjë akuzë për korrupsion aktiv apo pasiv. Si mund të jemon autori i vjedhjes kur nuk kanë prekur asnjë hallk të faturimit, pranimit të shërbimit, urdhërimit apo ekzekutimit të pagesës? Nuk mund të merret një pagesë rregull kontradiktore kryer me faturë dhe përmes thesarit dhe të quhet vjedhje, vetëm sepse kam nënshkruar kontratën si ministër. Përgjegjësia penale është personale, nuk dënohesh për perceptim publik, nuk dënohesh për funksionimin që ke mbajtur, nuk dënohesh për titullin ministër, dënohesh vetëm nëse provohet veprimi apo mosveprimi yt konkret penal. Në reagimin e tij, Beqaj nënvizon se përgjegjësia penale është individuale dhe se askush nuk mund të dënohet pa pasur prova konkrete që vërtetoj një veprim apo mos veprim. Ai kundërshton veçanërisht akuzën për vjedhje duke shpërdoruar detyrën, duke argumentuar një vepër e tillë kërkon prova për përvetësim të palishëm të pasurive, ekzistencën e një dënimi konkret ekonomik dhe përfitimin e padrejtë, elemente që sipas tij nuk provohen në rastin e tij. Në një shtet të drejtës, akuza për vjedhje kërkon paksim ose përvetësim të pasurimit të tjetrit, pa pëlqim të vlefshëm të pronarit, kërkon akt konkret, kërkon dashje, kërkon vlerë konkrete, kërkon përfitim të padrejtë. Asnjë nga këto nuk provohet ndaj meje. Në fund të deklaratës, Beqaj kërkon që ndaj tij të mos përdoret termi vjedhje pa u përcaktuar dhe provuar konkretisht shuma e pretenduar si e përvetësuar. Ndërkohë, procesi gjyqësor lidhet me dosjen e sterilizimit, i cili vijon në institucionet e drejtësisë.